Në ambientet e bibliotekës Marin Barleti në Shkodër, u organizua mbrëmja poetike e kënduar në vargje, një aktivitet që bëri bashk poetë të rinj dhe të përvojës nga Shkodra dhe qytete të tjera. Takimi u zhvillua në sallën Koliçi, ku pjesëmarrësit interpretuan disa nga krijimet e tyre poetike. Mbrëmja kishte për qëllim promovimin e poezisë dhe nxitjen e të rinjve drejt artit të fjalës së shkruar. Drejtuesja e bibliotekës Ledja Dushi u shpreh se institucioni që ajo drejton mbështet iniciativa të tilla kulturore, duke konsideruar poezinë një formë të rëndësishme të shprehjes artistike. Në kujdesin e Bashkisë Shkodër, Biblioteka e qytetit është një institucion që e mbështet edhe e promovon edhe në sens diakronik, pra edhe në rastin e datave përkujtimore që kanë bëjnë me poetë të rëndësishëm qytetit. Një festival poezie bëhet gati me u organizu për herë të parë në qytetin e Shkodrës. Sot ka edhe të rinj shumë të interesuar, të cilët shpesh herë dhe ne si mësimdhënësa të gjuhës shqipe dhe të letërsisë edhe atje në Tuzë hapim konkurse dhe shpeshherë organizojmë aktivitete në lidhje me poezinë dhe jo vetëm. Mbrëmja poetike u mirëprit nga të pranishmit, duke krijuar një atmosferë reflektimi e ndjeshmërie. Ky aktivitet u konsiderua një nxitje mëtejshme për afirmimin e zërit poetik në hapësira publike.